Banda frymore Afrodita solli premierën e saj për publikun e Elbasanës me një koncert pasur në Teatrin Skampa, ku interpretuan pjesë të njohura shqiptare dhe të huaja në drejtimin e dirigjentëve Emin Palluçi dhe Antonio Pina, aktiviteti që mlodhi artë të dashës dhe përfaqësues të institucioneve kulturore u vlerësua si një ngjarje e rëndësishme artistike për qytetin. Artistët që i dhanë jetë koncertit theksuan rëndësinë e organizimeve të tilla kulturore më shpesh, si një mundësi për të afruar publikun me muzikën dhe për të pasuruar jetën artistike të qytetit. Shumë mirë, organizu një koncert mjaft i bukur, mjaft i mirë, me i punë palosme nga të gjithë, nga instrumentistët që kanë punu aq mirë edhe aq bukur sa dhe u realizu e gjitha këtu në skenë. Ishte hera e parë për mua sot që isha pjesë e orkestrës frymore Afrodita. E nisëm si një bashkëpunim në një bisedë thjesht, por që realisht rezultoi shumë mirë. Momentalisht jam shumë emocionuar, paska se kam vite që luaj në formacionin Afrodita. Kam përshtypjen që materialet të tilla gjithmonë mirëpriten nga publiku, sepse janë shumë afër me të. Është bërë një punë voluminoze, serioze dhe me shumë dëshirë të mirë nga gjithë instrumentistët bashkë me dy dirigjentët, profesor Eminin dhe Antonion. Kishim një premierë të rëndësishme të bandës frymore Afrodita të qytetit Elbasanit. Është një bandë pothuajse e rinovuar, është një bandë me repertor të ri, të cilën është një punë gati 2 mujore që përgatitet për këtë ngjarje sot kulturore. Është një punë goxha e lodhshme, është në drejtimin e dirigjentit të ri dhe talentuar Antonio Pino, sigurisht edhe të profesor Emin Palluçit. Ky repertori i ri është një stysh që kjo orkestër frymore të vazhdojë me premiera të tilla dhe të freskojë dhe të ketë një repertor sa më të ri dhe sa më modern, të përshtatet edhe kohës, edhe momenteve të cilat ne jetojmë. Në sheh vlerësimi për kontributin e gjatë në drejtimin e bandës Afrodita dhe në zhvillimin e jetës muzikore në Elbasan, Teatri Skampa i dorëzoi dirigjentit Emin Palluçi një certifikat mirënjohjeje, duke nënvizuar rolin e tij të veçantë në edukimin muzikor të brezave dhe në mbajtjen gjallë të traditës frymore.